Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, përshëndetje të dashur ndjekës, ja ku po vazhdojmë të takohemi ditën e sotme, duke qenë shumë pranë Prime-it. Tani kërkesa më e madhe që në fakt më ka ardhur në Instagram, mesazhe pafund kam patur, ka qenë Tiron, të lutem shumë, jep një analizë, komentoj lajmin që Rogerti ka një lidhje të veçantë në Big Brother, ka një lidhje të veçantë me produksionin dhe jo më kot ka toleranca pafund, interesi është shumë i madh. Do me thënë përflitet që Rogerti qënë ka kushëriri i sponsorit kryesor të Big Brother VIP Albania. Ky është lajmi që më së shumti qarkullon në rrjetet sociale. Tani, unë me thënë drejtën, e shikoj që Rogerti ka një tolerancë të jashtëzakonshme brenda asaj shtëpie. Po të mos kishte Rogerti një shpinë të fortë në një farë mënyre, nuk do të mundeshte që t'i kthen përgjigje në atë formë Monikës, nuk do të mundeshte që t'i kthen përgjigje në atë formë Arbrit, duke e ditur se çfarë peshe dhe çfarë rëndësie kanë opinionistët në Big Brother dhe në një televizion si që është Top Channel-i. Do të ishte shumë çnjerëzore në qoftë se gjuha e Rogertit, kultura e Rogertit do të shpalleshte fituese në këtë format. Por, sipas të gjithë gjasave, Rogerti do ta merr këtë Big Brother, do ta rëmben këtë fitoren. Tani, unë mendoj një gjë. Pa marrë parasysh që Rogerti mund të jetë një kushëri jashtëzakonisht i afërt i sponsorit kryesor të formatit Big Brother, unë mendoj në qoftë se Rogerti nuk do ta kishte këtë yllin e viralitetit, nuk do të qëndronte brenda asaj shtëpie. E kam thënë dhe do ta them gjithmonë. Rogerti është e mira e të keqes. Ç'do të kupton? Tani Rogerti ka hyrë në një shtëpi që nuk ka një Rogert të dytë. Do me thënë, si pas karakterit të ti, nuk ka një njeri që atë do ta mbyste. Produksioni futi banor të ndryshëm, të gjitha ato banorët dolën, do me thënë, nuk është se i dhanë asaj shtëpie ndonjë energji që publiku të fasionohet, publiku ta dëgjoj dhe publiku të jetë i lidhur për ekrani se çfarë po ndodh në atë shtëpi. Tani Rogerti ka luajtur një lojë të pisët, por nëpërmjet kësaj loje së pisët, Rogerti ka krijuar jashtëzakonisht dinamik dhe ka krijuar jashtëzakonisht klikime. Dhe unë mendoj që pa marrë parasysh se kë mund të ketë mik Rogerti, kë mund të ketë shok Rogerti, me kë mund të jetë i afërt Rogerti, unë mendoj që produksioni Rogertin e mban brenda në shtëpi vetëm për të vetmin fakt që do të thënë Rogerti krijon klikime. Dhe po të mos ishin këto klikime që i krijoi Rogerti me dinamikat, me diskutime që kanë ndodhur brenda asaj shtëpie, nuk do të kishte këtë shikueshmëri Big Brotheri. Tani, a është e drejtë? Nuk është e drejtë, nuk është e bukur, sepse po promovohet një gjuhë që nuk duhet realisht promovuar, nuk duhet mbështetur, nuk duhet duartrokitur, në pa vjen inati, vjen urrejtja, sepse Rogerti ka inat të theksuar. Kur del Rogerti nga vetja, do me thënë ka inat të theksuar, por në fund të ditës produksioni e ka interesin te Rogerti dhe jo më kot e mban brenda në shtëpi. Unë mendoj që Rogerti do me thënë është e mira e të keqes, e mira e të keqes në kuptimin që Rogerti është edhe i pisët, është edhe arrogant, ka një gjuhë jashtëzakonisht të ulët, por sjellën klikime. Rogerti është duke mbajtur shtëpinë gjallë. Po të mos jetë Rogerti, ato banor janë të gjithë në gjumë. Këtu përfshirë edhe Selinën dhe Mateon dhe të gjithë. Dhe mendoj që produksioni në fund do t'ja luan dorën Rogertit. Në momentin që Rogerti do të mendon ai që ai do të jetë fituesi i këtij formati, unë mendoj që produksioni është duke favorizuar mirin dhe do ta merr miri. Por duke bërë një analizë dhe më të detajuar që në vitin e fundit e fitoi një djalë, para një viti e fitoi një vajzë dhe 2 vite radhazi e fituan djem, mendoj që këtë vit edhe ka shanse ta merr Selin. Por duke e ditur që familja e Selin,
që ndikon shumë nga jashtë, qasja se si familjarët lidhen brenda në shtëpinë e Big Brotherit, japin intervista në për emisionet të ndryshme të televizionit Top Channel, ndikon edhe në vendosjen se kush do të fiton, sepse ne tani budallin nuk jemi, do të thënë 100% nuk vendosën publiku se kush ta fiton, se po të vendoste publiku 100% jam i bindur që Rogerti nuk do të ishte pjesë e asaj shtëpie, do të vazhdonte të ishte jashtë për gjuhën që ka përdorur, për urrejtjen, për komentet negative që janë për të, por mbi të gjitha unë e shoh domethënë që Miri është fituesi i këtij formatit, por nuk do të thotë që Rogerti ka një afërsi me dikë që është sponsor i kryesor dhe mund ta mbante brenda nëse nuk kishte klikime. Rogertin brenda e mban budallalliku i tij, që Rogerti nuk e kupton që produksioni po e shfrytëzon për ato klikimet dhe nesër kur do të vijë puna për fitoren do t'ja jep Mirit. Kjo është analiza ime që ka të bëjë rreth faktit se me kë njihet Rogerti dhe se si njihet Rogerti.